Kemi Fatime Kryemadhin, e cila nuk është prezent, gjithashtu nuk është prezent Piro Xhixho. Në lidhje me më falni se nuk u relatuan, në lidhje me Fatime Kryemadhin, ka djeni, pasi gjykata ka urdhëruar njoftimin nëpërmjet policisë gjyqësore. Dhe rezulton që në ekzekutim të urdhërimit të gjykatës së shpresa numër 3553 fraksion protokollit, datë 11/5/2026 i Komisariatit Policisë nr. 1 kundër të tjera bëhet me dije se shtetësja Fatime Kryemadhi është njoftuar për të paraqitur në orën dhe datën e caktuar pas të lidhur vletira numër 106 regjistrit tërhetar por firmosur për marrjen e djemit dhe ka firmosur në datë 9/5/2026 personalisht Fatime Kryemadhi dhe specialisti i zonës Nazmin Kareci. Po, lirojmë atër. Atër të dëshin se pandehoj Zemra Fatime Kryemadhi dhe Zotë Piro Xhixho kanë jeni regullisht për gratë në orën e seansës, të dëshin se ata vëmëtarisht kanë zjerë të mos paraqiten në këtë seansë dhe të përfaqësojnë në ndrojë sekretirës se kanë prezent në seansë ne dhe të gjykatë vazhdojnë në të që presimit për preshërimit të njatë dhe preshërimin e gjykimit ka Po, një moment para se shpilloj, mos Mariza që është e miku? Jo. Dhe asistente e gjykimit të njatë. Po, mund të po dhe Studente, nafe. Atër lërën bërë se tjere me këtë moment? Këtë moment për legjitimimin e parë? Vendim gjykata bazuar në nenjen 351/4 Kodit Procedurës Penale në punkt testur, në seancë sot me gjyqësore nuk janë prezent të pandehuri Fatime Kryemadhi dhe Piro Xhixho, për cilët konfirmohet falsja djeni për të parën në lidhje me në ana e policisë gjyqësore, ku konfirmohet që ka marrë djeni për seancën e sotme gjyqësore dhe ka nënshkruar, ndërkohë Piro Xhixho nga prezenca e tij në seancën e parë gjyqësore, gjykata e zhvillon këtë seancë gjyqësore në mungesë të tyre, duke i konsideruar të pranishëm për sa kohë interesat mbrohen për Fatime Kryemadhi nga avokate Esmeralda Ndërgjoni Rama dhe për Piro Xhixho nga avokati Sabor Mërgjesi. Po. Ndërkohë media këlluten. Dhe gjykata, problemi është që
Media nuk do ta ndërprisni këtu, media Atëherë media do prisin, kemi gazetarët, ju adhura me dje dhe në sanë. Atëherë, do sepse media do ta gazetarët janë në sanë. Të drejtë, ligjore që ju duhet të daloni media të pengoni për transmetimin live. Ju nuk keni as bazë ligjore që të ndërprisni transmetimin live të media. Atëherë, ne kemi të bazuar në do prisni përsëri, po ndërhyrë gjykata. Attention,